Fëmia jot nuk të ngon çka I thu. Ai të studion edhe një ditë vish kur t'ja nis mu sill krejt si ti. Kështu në qëtë fëmijën e vogël, qysh e studion me saktësi nënën e vet. Ajo shto e lo enën, fëmia po ja këshqyr ftyrën me e pa mas është diçka e rrezikshme. Mas nej kur fillon me la ma fort, qëre qysh kthehet fëmia prap, ja këshqyr nënës ftyrën për me e kuptu nëse gjithçka është në rregull. Që kjo quhet referencimi social. Fëmia nuk din qysh duhet mundin situata specifike. Ai e kqyr nënën ose babën edhe mas nej vendos nëse diçka është në rregull ose nëse duhet mu shqetësu. Prandaj, nëse t'ja nis bërtet, shon, kan edhe njëjtën kohë I thu fëmis mu qetësu, fëmia nuk ka mu qetësu. Ai ka me kopju sjelljen tënde edhe në një situatë të ngjajshme, ai ka me reagu njëjtë. Prandaj a e keni vrejt nëse ti ja nis me kajt para fëmis tën edhe I thu s'është kur gjë mos u bë marak, fëmia ka me ja nis me kajt bashkë me ty, sepse ata nuk mund me e shpreh në formë abstrakte komunikimin, dhimbjen, problemin, ata e shprehin me emocione të qeltra dhe të pastra. Prandaj, fillimisht, prindi gjithmonë do të me rregullu veten, gjendjen e tij emocionale, e mas nej mi shpjegu fëmisë edhe me u marrë me ta, sepse mos harroni, fëmia mësojnë prej reagimeve, shumë rrallë prej fjalëve. Cilat sjelljet juve I keni vrejt identike të fëmia ju? Shkruni poshtë në komente edhe çajani çet video dikujt që ka nevojë me pa.